të ri në vendin tonë, qysh edhe ti ke po. Na trego pak. Gjithçka fillon me pasionin, do me thonë dëshira dhe ndjesia që e ki për ambientet e bukura. Aty unë edhe pash që jo me përshtatshme për këtë lloj biznesit cilën kam fillu në 2016, fund 2016, që realisht si vjetë bëhen 10 vite karrierë në biznesin që e drejtoj, është shumë e bukur. Nuk është që diçka shumë komendu para prakisht si do t'ja dalë, mirë po gjatë rrugtimit tem kom pa që ka pas shumë sfida. Në atë kohë edhe në Kosovë nuk ishte edhe shumë biznes, nuk ishte shumë realisht produkte që vinin prej Italis. Ishte si brand pak ma luksoz edhe gjithçka mu ka dasht që me transmetu te klientat si një gjë shumë kualitative, si një gjë shumë e bukur, si një gjë që të krijon inspirim, të krijon relaks në shtëpi, të fundit të ndihemi se cili mirë në ambientin ku jetojmë. Rrugtimi nuk është i lehtë, si që folëm edhe ma herët, biznesi është, bajagi është rrugtimi vështirë, por në fund të ditës, kur ti e sheh veten që ke arrit diçka, të bën shumë krenar. Mandej, kohë pas kohe, fillon me besu që ja ke dalë shumë mirë edhe e shtyn veten edhe sfidon edhe matutje dhe kështu zhvillohet edhe biznesi, zhvillohet edhe ti si person, ndoshta unë në këtë rast, zhvillohuna edhe jam ma e fort në secilën sfidë që më vjen përballë. Duna me te kalu, nuk ka kush të më ndihmon edhe shty përpara. Shkurt rritesh me biznesin. Rritesh me biznesin. Ka fillu po besoj me pak produkte, me ndoshta një selektim pak më të ngushtë, se çka do t'i ofrosh njerëzve? Cilat kanë qenë ato produktet e para që ke pas? Produktet e para, tash po flasim Konjkaza, është shumë e gjërë në kuptimin e asortmanit. Ka prej produkteve të vogla, duke fillu prej lugës deri te mobilet. Shumë, me qenë se gjinia femrore është më shumë e pasionuar pas këtyre produkteve, unë kam më shumë kontakt me gjinin femrore, shumica prej tyre dojnë pjesën e kuzhinës, se aty e kalojnë pjesën më të madhe të kohës, gjithashtu të shërbimit ndaj mysafirëve që i kanë, edhe ajo është fytyra faktikisht e shtëpisë tyre, apo e mënyrës se si ajo e prezanton shtëpinë e vetë. Kështu që kuzhina është një pjesë cilën unë e kam shumë për zemër, edhe gjithashtu e shoh që edhe klientat e kanë, edhe aty e kemi më smirzi edhe më lehti muj me komuniku, ndërsa pjesët e tjera janë dekorative, do të thotë dhomës ditës, madje në Konjkaza kemi edhe pjesën e dhomës gjumit, kemi pjesën e banjos, kemi mobile. Mirë po në të ardhmen e afërt, unë po e shoh që shumë është diçka që ndërlidhet mobileria edhe pjesa e Konjkazës si dekorative. Këto dyja duhet me u formësu me një showroom pak më të madhe dhe me plotësu një dëshirë më të madhe tek klientët. Nëse vjen me ble një gjatë vogël, mundet me ble edhe të madhen, apo edhe anasjeltas, ku diçka plotësohet i tërë. Si stil, po besoj që nuk ka qenë shumë i përhapur para 10 viteve dhe a ka qenë vështirë për ty që me fut këtë stil në shtëpitë shqiptare që tradicionale kanë pas elementet e veta edhe zakonisht mi mësu me interier më thjesht? Po, bagi ka qenë vështirë, puna që sidomos stili italian dallohet prej dizajnit unik që e kanë, ata dallojnë në krejt botën se jo vetëm tek ne ishim mësu më shumë me produktet këtu afër që kanë mujtë me gjetë në treg si në Turqi, apo diku edhe më afër ndoshta, apo prodhime dhe vendore, që jo që kishte shumë, por prap kishte, stili italian kur erdh pak ma unik, kombinimi ngjyrave, kombinimi dizajnit, produktet shiten me copë, ajo ju bën të shumë përshtypje, edhe në asnjë mënyrë nuk do i keme marrë ndoshta 8 gota, po gjithsesi do i keme shku si cili klient mi marrë 6 gota apo 12 gota, pavarësisht që nuk i vyn 12, unë insistojsha mos me shpenzu shumë, thësha i merr një herë 6, apo nëse thehet një e blen edhe një mandej, po jo me patjetër mi marrë 12 kur e sheh që ndonjëherë duken shumë 12 në kuptimin e kostos. Edhe mundojsha me jo jap këtë lehtësim. Fillimisht ishte diçka e pamundur, mirë po dikur fillun me akseptu ata edhe me pa që bën edhe 7 gota mi ble, bën edhe 8 gota mi ble, bën edhe vetëm këllëfin e jastëkut pa e mvarë, edhe qarshafin edhe mbulesën e shtratit. Kështu që ka qenë sfidë edhe për mu me i adaptu në kulturën italiane,
Po njeriu për të mirë adaptohet shumë lehtë. Edhe me kalimin jo të gjatë të kohës, u mësun secili, edhe e realizun a dëshirën e vetë që e kanë, që me marrë ndoshta edhe pjesë të tjera të prej setit të enve, apo me lonë diçka anësh me marrë vetëm atë që i vynë, e tjere, kështu. Po stili italian të bën për veti me njëherë. Nuk ka dyshim edhe nuk ka person që kom dëgju që ka thonë mu nuk më pëlqenjë këto produkte. Kemi klienta që vinë aty edhe nuk dojnë me dalë, dhe pse zojnë me blej kur gjo, po kanë qef me shiju, me u inspiru. Fundit na jemi aty për me kriju një ndjesi të mirë, një inspirim. Nuk shesim vetëm produkte, po shesim një inspirim, shesim një ndjesi që ai ta transformojnë në shtëpi të vetë.